Përfundimi i kontratës së subjekti që administronte lagunën e Vajinit në Lezhë po favorizon gjuetinë e paligjshme të peshkut në këtë zonë të mbrojtur natyrore. Edhe pse institucionet përgjegjëse kanë ndërmarrë aksione kontrolli, situata mbetet problematike. Pamjet e siguruara tregojnë se rrjetat dhe varkat e peshkimit ende nuk janë larguar nga laguna, pavarësisht ndërhyrjes së inspektoriatit të peshkimit dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Eksperti i mjedisit Jak Gjini thotë se mungesa e menaxhimit po ndikon drejt për drejt në mbishfrytëzimin e rezervatit edhe po shkakton dëme të konsiderueshme në ekosistem. Ndodhe zvoglimi i popullatave natyrore të peshqit, pra bjen nën kapacitetin natyror që ka dhe ban prishjen ekologjike të ekosistemit, që do të thotë peshqit ka një rol shumë të rëndësishëm regulator në ekosistem, sepse marrin pjesë në zinxhiret ushqimor të tyre, pra favorizon gjithashtu eutrofikimin dhe ndotjen biologjike të lagunës. Po ashtu mbishfrytëzimi nga kjo formë peshkimi e pa kontrolluar, sjell një zinxhir të tërë ndikimsh në gjithë fondin faunistik natyror që ka ky ekosistem dhe në biodiversitetin në tërësi. Mbishfrytëzimi dhe çfarë ndikimi tjera të paligjshme sjellin. Eksperti i mjedisit Jak Gjini thekson se është e domosdoshme që të shtohen kontrolla dhe të vendoset një sistem i rregullt administrimi për të parandaluar gjuetinë e paligjshme të peshkut. Humbjen e funksioneve natyrore të ekosistemit. Natyrisht në të kushe duhet të shtohet në mënyrë të veçantë të ketë një kontroll mjaft të rrethët, derisa aktiviteti i peshkimit të hidhet mbi baza normale, mbi baza të përshtatshme, merren masa të rrepta që mos ndodhi mbishfrytëzimi i fondit natyror të popullatave të peshkimit. Interesi ekonomik i peshkimit duhet jetë në ekuilibër të plotë me ruajtjen e natyrës. Ky është themeli i menaxhimit të qëndrueshëm të ekosistemit. Laguna e Vajinit në Lezhë ishte shfrytëzuar për peshkim për 10 vite nga kompania Lura SHPK, por që prej 6 muajsh kontrata e saj ka përfunduar dhe ende nuk janë hapur procedurat për një marrëveshje të re menaxhimi.